Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? O, mamushi për Amerike. Hajde, dashur me qenë se në Amerikë, nuk po di sa i ke pas çmimet këtu në Kosovë, sa kanë qenë për me ngrënë një iftar në lokale. I ke pa? Po, që shëtë i kom po? Edhe? Të janë dukur shtrenjtë. Shtrejt, vëlla, shtrejt. Po sa mendon që është ideal për një menu iftare? E kemi ne këtu edhe një poll. I kemi edhe vlerat, e kemi 10 euro, 15 euro, 20 euro, 25 euro. Vallaj, brezëm rushem varet veç. Pa mas me kon shumë ka la plak, 25 euro bëlbohen. Jo. A me kod pak ma asje, me një iftar qjesh, mi bo dikon 10 euro ajtë bëll. 10 euro, po me 10 euro nuk e di shka mundet me pas në një pjatë, ose në një menu, nuk e di, nashta lëng shpije, uj, hurme, ka që ke. Ja, ma 25 euro. 25 euro, nëse shkoni 5 veta, Është ko gja shtrejt. Shtrejt, po mas mirë të brezëm rushen shpirni po. Isha duke ta bëhe këtë pyetje pak a shumë se ku preferon më shumë me ngrënë iftarin, sepse dikush ka qef më shumë në restorane, dikush ka qef më shumë në shtëpi me pregadit vetë. Hajde tregom ti. Unë, po tregoj.